Gjithë ju që shani nëpër komente edhe thoni që ka kamera e kemi pa dhe ti vetë ke thënë që ka flirtu. Ju që shani e keni të shame, normal. Ju që thoni ka kamera, ju paseni pas kamera, unë kam qenë aty dore parë dhe thëmë që nuk ka flirtu me mu. Edhe ju që thoni ke thënë se ka flirtu me ty dhe tani e ndryshove, ma gjeni një video ku kam thënë se ka flirtu me mu. Se në gjitha herët kam thënë që nuk ka flirtu me mu. Vetëm një herë kam thënë një gjys llafi, në nerva e sipër, në xhelozi e sipër. Vetëm një herë, një gjys llafi, po ju nuk do ta gjeni se dini se ku është, sepse nuk e keni fiksu. Vetëm një herë i kam thënë nga funi i qëndrimit tim që nuk ke bo sytë e omël. Pa ajo është një akuzë e imja, nuk është një fakt. Fakti është që ajo femë kur s'ka flirtu me mu. Unë maj përgjësi për sjelljen që ka bë me mu. Edhe jam shumë i prapambetur edhe unë edhe ju që akuzoni e shani nëpër komente për me gjyku me logjik të ftoftë. Sepse nga që njeri flet me dikën, që nuk do të thotë që është tu flirtu. Kjo është mentalitet shumë i rrezikshëm. Ta akuzosh një femër se flirton vetëm se flet me dikën. Kjo ka qenë xhelozia ime, inati im. Sepse s'ka ne afër meje në lojë, jo se ka flirtu me dikën.